Dikur pjesë e çdo fotosesioni, revue mode, promovimi apo çdo gjë që lidheshte me modelizmin në Kosovën e pas luftës. Duke pasur parasysh që manikenizmin edhe tash tutje në Kosovë mund ta kesh vetëm si hobi, secila prej tyre zgjodhen diçka tjetër. Materiali që do e ndjekim në vazhdim ka të bëjë me disa prej modeleve tona të pas luftës, se çfarë bojnë ato tani, a ju mungon ajo kohë dhe çfarë mendimi kanë për modelet e reja. Fillimi i viteve të 80-ta ishte koha e supermodeleve në botë, apo ndryshe e njohur si koha e artë e modeleve. Markat e njohura kishin një qëllim, imazh të tyre të kenë modelet e njohura si Elle Macpherson, Cindy Crawford apo Naomi Campbell. Pas të latë përmendurat arritën në një moshë si duket epoka e supermodeleve u mbyll. Kështu duke lënë vitet të ecin e në vendin e tyre të mos jetë askush. Tyra Banks apo Kate Moss janë modele të mëdha, mirë po jo me të njëjtin reputacion. Në kohën e tashme nuk ka fytyra të lakmuara të modës. Të kthehemi në vendin tonë në 13 vitet e kaluara dhe do të jemi në periudhën e menjëhershme të pas luftës dhe kohës së artë në modë tek ne. Në atë kohë, në Kosovë modelet mund t'i numëroje në gishta. Ishin të pakta ato që kishin guximin të ekspozonin trupin para një fotografi e të publikoheshin linjat e tyre duke prezantuar rrobat apo edhe veten. Djelza Bunjaku Spahiu, Saranda Shala, Buqe Qitaku ishin fytyrat më të kërkuara të asaj kohë në pistat e modës, klipet, në disa raste edhe filmat. Ajo ishte koha kur modelet konsideroheshin të rëndësishme për punën që bënin, por tani ku janë, çfarë bëjnë dhe si u ka ndryshuar jeta e tyre. Saranda Shala është njëra ndër modelet e para të pas luftës që sfidoi tabut e kohës. E paraqitur në shumë fotografi e sfilate të ndryshme me të vetmin qëllim të realizonte ëndrrën e një modeli në vendin tonë, duke qenë kështu pjesë e eventeve të modës. Fituese në Best Model of Kosova në vitin 2002 dhe pas këtij çmimi, ajo për herë të parë prezantoi Kosovën në garën ndërkombëtare Best Model of the World. Kalimi i viteve e bëri të ndryshoj punë nga modeli në menaxhere hulumtimit të trekut në vala pranë zyrës së drejtorit ekzekutiv. Jeta e saj në showbiz ishte në moshë rinore, kohë e cila i kujtohet me nostalgji. Ka pëlqyer vetja shumë në atë kohë, edhe sa të mbeten, edhe sa nuk jam plak. Halo e re jam, po në atë kohë nuk kam pas obligimet që kam tash. Tjetër vjet veç po na shton obligimet. Nga e kaluara në të tashme, Saranda Shala shet dallim të madh në botën e modelizmit vendor. Mirë po, pse doli nga kjo botë kur kishte kulmin e karrierës? Nuk e kom nis këtë hobi une për famë ose për me bo pare shumë ose mu bo shpi prej saj, po ka qenë pasioni jam i vetëm dhe sot asaj ditë vazhdon me qenë pasioni jam i vetëm. A do të kthehej Saranda prap në pasarelat e modës? Sot më organizime që po isha, nuk isha marrë pjesë edhe 1 milion euro me më ofru. Përveç Sarës, në atë kohë kishte edhe emra tjetër të rëndësishëm për modën. Djelza Bunjaku ishte një ndër modelet më të kërkuara dhe më të respektuara të kohës. Bjonde dhe e veçantë në pozime e sfilata. Fituesja e çmimit Kosovo New Face, që i hapi dyert për karrierë të më të tjeshme, që në vitet më të mira të saj mund ta shihej në revyja të ndryshme, reklama e klipe këngësh. Jeta e saj ndryshoi nga një model e kërkuar në një nëntë të lumtur me jetë bashkëshortore. Tani ka vite që jeta e saj është duke u zhvilluar në Londër. Jam shumë e lumtur me vajzat e mia, me bashkëshortin tim vërtetë, kështu që ajo koha e cila ka qenë e kalumja e modelizmit, le të mbetet ashtu si një ëndër që kam kaluar si në kur kam qenë tinegjere. Djelza, tani e lumtur pra ngjitjet familjar dhe jetës që ajo bën, ka një amanet për modelet e reja që tani janë pothuajse sezonale. Le të kënaqem me ata që e bëjnë, po në Kosovë nuk ka modelizëm të mirë fillt edhe kështu që ata mund me pas vetëm një hobi modelizëm, aq për shumë më shumë.
Kolege e tyre, por që ndryshoi kahjen dhe punën, është edhe ish modelja Buqe Qitaku. E njohur për buzëqeshjen e saj, kishte momentet më të mira në karrierë përgjatë viteve 2000 deri 2007. E martuar dhe nënë një djali 3 vjeçar, tani jeton dhe punon në Zyrich të Zvicrës. Edhe pse vitet kaluan, Buqja mbeti e njëjta në fizikun e saj. E hapur para kamerës me një fustan të kuq e flokë të drejtë, nuk është se lavdëron edhe shumë vetën. Edhe pse edhe tash ka modele të mira, dëshmi që kemi qenë atëherë, me të vërtetë vajzat e reja të cilën po dalin edhe më të bukura, edhe më të mira, edhe më të gjata, kështu që s'kisha me thonë që ka qenë një kohë, ka qenë disa modele të mira edhe ka shkuar e kohë, se ka ende modele të bukura që me të vërtetë njerëz të publiku me shumë dëshirë shohin. Buqja që largua nga Kosova tani punon diçka tjetër, po prap me modë dhe trendin. Që 4 vite që jetoj këtu, punoj, që një vite e gjithë kam punuar me punu në Benetton, po ashtu punoj edhe si grimere dhe stiliste e thonive, ndërsa me modelim ka kohë që nuk, me të vërtetë nuk kam qenë angazhuar si përpara, mirë po disa organizime që mbajnë këtu në Zvicër, ende i frekuentoj dhe marrë pjesë. Edhe pse një kohë larg punës së modeles, ai do të rikthehet në Kosovë prapë dhe do të tregojë që këtë zanat nuk e ka harruar. Kom një ofertë diçka për një spot që kom pranu, për një këngëtar shumë të mirë, që pelu me publiku me hapur dhe e ka big bërë, që kam edhe kom pranu. Ndryshe nga kolegët, Drenusha Latifi nuk u largua nga Kosova. Ai e kuptoi që puna e modeles nuk je përfitime. Prandaj profesioni i saj u drejtua tjetër rrugë, duke bërë kështu këngëtare. Ndërsa shkurta Jeti Musa vazhdoi edhe pak si modele, por një ditë edhe ajo u bë nën e gruaja e dikujt. Ne për ju sot sollëm disa nga fytyrat publike më të ndjekura dekadën e kaluar, por s'do të thotë që pluhuri i mbuloi e zëri nuk do t'y dëgjohet sërish.